Përshëndetje miq të Gazetës Lajm. Në emisionin e sotëm Dialog të Lajmi kemi të ftuar kryetarin e Komunës së Çajirit, Visar Ganiu. Po ashtu me neve në studio do të jetë edhe analisti i njohur Florian Nesimi. Mirëserët. Mirë se u gjetëm. Atëherë, zoti Ganiu, a do të aratiseni në Kosovë, ashtu siç ju porositi zonja Arsovska në një paraqitje televizive? Po, vetë paraqitja e saj tregon për nivelin dhe tregon për brendin që e ka ajo ndaj neve, do të thotë edhe si shqiptar në këtë kontekst, për shkak se vetë faktin që e përmend Kosovën, Kosova sigurisht ajo asocion për diçka të keqe. Unë nuk aratisem Kosovë, unë shkoj e vizitoj Kosovën shumë shpesh, për shkak se atje kam familje, dhe qyteti cilin unë mas tepër më frekuentoj është Ferizaj, aty më jetojnë dajt, nana ime ndjer ka qenë prej Ferizajt, kështu që mund të ndonjëherë ta ftoj zonjën Arsovska për kafe dhe ta sheh se si domethënë evoluojnë qytetet dhe ata kryetarë cilët janë menaxher të mirë. Sot Ferizaji mund të them që është konkurrent edhe me Prishtinën si kryeqendër, kurse mos flas për kryeqendra të tjera. Do të thotë se si evoluojnë në region këtu, duke marrë këtu edhe Tiranën edhe Prishtinën, por për fat të keq Shkupi është në nivelin më të ulët. Për shkak arsyeja e dim gjithë, e dinë edhe qytetarët, është Daniela Arsovska, një njeri që nuk e ka lëviz 1 centimetër asnjë punë në qytetin e Shkupit, po një njeri i cili edhe kur kërkesat themelore i kërkon, ajo vendos inati dhe të bllokon në gjitha anët. Një njeri e cila i menaxhon ndërmarrjet, edhe besonin çdo 3 muaj i ndron drejtorat në ato ndërmarrje. Tregon për karakterin e asaj. Domethënë ajo nuk komunikon sot me 9 kryetar të komunave, 10 e përbëjnë qytetin e Shkupit, vetëm me Sarajin ka një marrëdhënie të mirë të punës, edhe të ata nuk sheh, domethënë asgjë nxehs, të ata krejt është në rregull, me 9 komuna tjera është në luftë. Ne me vetë faktin që për 3 vite e gjys, domethënë vetëm një koordinim e kemi të detyruar me ligj, domethënë që një herë në muaj të spakut mbledhet kryetaria, ti mbledhet të gjithë kryetarët për koordinim, kurse te kjo një herë jemi mbledhur për t'ja uruar. Hera parë ka qenë edhe hera dytë kur ka ndodhur vërshimet e dini në Shkup. Prej atëherit zonja Arsovska nuk e ka pa të arsyeshme, domethënë ta fton thotë këtë koordinim mes kryetarëve dhe me çdo kryetar është në luftë sot. Ju e dini, me asnjë nuk komunikon, thotë, kështu që njeri i cili duhet sa më shpejt vinë zgjedhjet dhe të harrohet një herë për gjithmonë, domethënë Arsovska dhe menaxhimi i saj, për shkak se jo vetëm që e ka pengu këto 4 vite qytetin e Shkupit dhe krejt komuna tjera i ka blloku, po ajo mund të them në aspektin e evoluimit se si shkojnë domethënë qytetet tjera, unë mendoj që me vite ka kthyer mbrapa qytetin e Shkupit. Florian, çfarë do të thotë Arsovska kur e porosit Ganiun që të arritiset në Kosovë? Pse pikërisht në Kosovë? Po, për të dhënë përgjigje, domethënë kësaj pyetjes, një herë duhet të konkludojmë se nga paraqitjet e saj që i bën ajo në opinion, shifet se ajo ka një çorientim, jep disa deklarata të cilat janë emocionale dhe të paqëndrueshme, dhe mendoj se bëhet fjalë për një konfuzion të mbrëmshëm tek vetë ajo. Ajo ballafaqohet me këtë konfuzionin të cilin e ka kohëve të fundit. Mirë po ajo, ky konfuzion ndoshta vjen edhe si rrjedhë asaj se ajo ndoshta edhe merr edhe direktiva edhe urdhra nga struktura të tjera, nga persona të tretë, si më thon, struktura të treta. Këtu e kam fjalën domethënë për Levicën dhe BDI-n, me të cilat ajo vetëm është në një koalicion brenda qytetit, udhëheqësisë së qytetit të Shkupit, dhe prandaj edhe në këtë aspekt duhet nga ky këndvështrim duhet të shihet edhe deklarata e saj kur e porosit zotëri Ganiun që të largohet në Kosovë. Mirë po, mendoj se kjo gjuhë është një gjuhë dhe një retorik shumë e vjetruar këtu te ne, e cila është dëgjuar edhe më herët nga lider tjerë nacionalist. Mirë po, fatkeqësisht domethënë kjo gjuhë e vjetruar është ka aspekti politik është shumë e rrezikshme, për shkak se përpiqet të identifikojë shqiptarët si njerëz të huaj këtu në Maqedoni dhe si dikush që duhet të largohet nga këtu sepse nuk e ka vendin
këtu, dhe këto janë të rrezikshme aq më tepër që e ka përmendur taksativisht edhe Kosovën. Pse pikërisht Kosovën? Për shkak se me këtë ajo përpiqet të luajë edhe me ndjenjat kombëtare të shqiptarëve këtu, dhe në këtë mënyrë përpiqet të krijojë domethënë një krizë artificiale, ta quaj apo tensione etnike që përpara zgjedhjeve ndoshta dikujt edhe do t'i kishin konvenuar. Zoti, kisha dashur edhe të shtoj këtu, se nuk është vetëm kjo deklaratë që ka dhënë porosia, thotë që unë duhet ta lëshoj Maqedoninë dhe të ikin në Kosovë, por gjithashtu gjatë incizimit që shkonte live aty tek ato objekte, ju e dini shumë mirë që ajo dha porosi që unë jam kriminal, që këtu rreth meje po sillen me BMW-ja, me Porsche-ja, me duke asociuar se shqiptarët jetojnë ato filma dhe duke na karakterizuar si qytetar të rendit dytë, kurse ju e dini shumë mirë sa investime ajo ka bë. Do të thotë 18 milion euro absorbon komunale, taksa nga qytetarët e Çajirit, asnjë investim të vetëm, asnjë investim ju betohem nuk ka ardhur, por edhe ato që ne është dashur t'i bëjmë, që duhet të marrim pëlqime për qytetit Shkupit, atje na ka bllokuar. Kështu që ajo se sa e ka dert për qytetarët e Çajirit tregon vetë fakti. 3 vite e gjysmë nuk ka shkel në Çajir. Tash mundohet domethënë para zgjedhjeve të iskenon ashtu situata, duke punuar me direktiva domethënë krejt tjera të zotrit Beqeti dhe Apasiev, të cilët i ka mentor se si duhet të vepron ajo në Çajir. Zoti Ganiu, a mund na tregoni se ku është zënafilla e kësaj përplasje mes jush dhe zonjës Arsovska, sepse nuk mbahet mend më herët të ketë pasur ndonjë përplasje mes kreut të qytetit të Shkupit, me ndonjë komunë brenda qytetit të Shkupit? Jo, shife, ne kemi ditë aftësitë e asaj, edhe kemi pa që nuk don të investon asgjë në Çajir. Ju e dini, ka dalë 2-3 herë, duke më keq përdorur edhe mu për rrugën Cvetan Dimov dhe për ato investime, kemi dalë, kemi arritur, kemi bërë dhe shpallje, kemi pas memorandum bashkëpunimi ndërkomunale kështu me radhë, dhe kemi ardhur në një situatë, do thotë, kur përmenjëherë ka dhënë urdhër mu ndërprej ajo, edhe sot atë ditë e kërkojmë ne haptas që të prononcohet pse janë ndërprej ato projekte, ajo nuk prononcohet. Dhe shohim atë kaos që ndodh nga për bulevardet, se bulevardet tek ne i menaxhon qyteti i Shkupit. Edhe mundohet gjithçka, domethënë na i përshkruan neve se Çajiri shifet shkandoll, kjo është kaos, kjo është, nuk është e vërtet. Pa ajo rrugë e lidh jo vetëm Çajirin me qendrën, po e lidh edhe komunën e Butelit dhe komunën e Shutkës. Edhe ajo është një investim prej 7 deri 9 milion euro që për qytetin e Shkupit s'duhet me qenë kur gjë, duke i marrë parasysh se si është investuar në pjesa të tjera më herët. Kjo ka qenë prioritet dhe është dashur të jetë prioritet për shkak se vetëm ky bulevard ka mejt pa u zgjeru edhe pa u investu. Mirë po, të ishte vetëm ky bulevard, ne do ja falshim, po ne nuk kemi parqe, domethënë ne edhe pse parqe dhe gjelbrimet taksat i marrin për qytetarëve dhe ato e kanë detyrim, dalin ta kositin barin, merren domethënë me drujt, me gjithë ato, ata nuk dalin as pak për shkak se na bojkotojnë. Ne duhet me marrë një kompani tjetër dhe kemi hyrë vetëm të bëj kositjen e mirëmbajtjen e ujitjen e kështu me radhë. Gjithashtu ju e dini që kohëve të fundit, muajt e fundit, do thotë kjo është më tepër se 1 vjet, po kjo më vetëm eskaloi situata dhe nuk don shumë argumente. Lirisht mund si medium ta merrni kamerën dhe të shihni pikat e grumbullimit që janë, do thotë, të mbeturinave, janë shndruar në deponi të gjitha për shkak se higjiena komunale nuk i mbledh, por edhe na ndalon edhe neve me mbledh. Domethënë neve na ndalon me mbledh, na bllokon për hudhjen në Drislla, edhe ne kemi rënë hall. Për shkak se ne kemi dashur, kemi kapë edhe kompaninë e dytë ku kemi dashur me të vërtet të investojmë ne dhe ta ndihmojmë ndërmarrjen. E filluam atë projekt, e filluam pa PR, e filluam pa adresu se kush është fajtori, ta lajm kush është fajtori, po t'i marrim dhe t'i grumbullojmë ne me kompani e cila ishte kushtueshme për komunën e Çajirit, por ne i kalum gjitha ato procedura në këshill, po në momentin që filloi kompania të punon, është e licencuar,
do thot për atë lloj të mbeturinave, refuzin për ta mbledh. Ka licencë gjithashtu për hudhjen ndrisëll, edhe ajo me inspektorat dule konfiskoi kamion edhe bani ato filmat aty që ka. Qëllimi është shumë i dukshëm për shkak se tek ish drejtori Sameti dhe Rakip Doçi që kanë qenë kaluarën, i kemi me procedurë verbale. Në komunën e Çajirit kanë qenë 530 shporta kontinjera që i them gjuhën popullore. Sot do me thonë i kemi 320, 210 kontinjera i ka largu për i komunës Çajirit. Me të vetëm qëllim që dokën fotografit jashtë kontinjerave dhe në disa momente ju e keni pa shumë hudhin popullata ajo, do me thonë prap në adreson fajnë të ne, ajo fajnë të ajo që do me thonë në mënyrë strategjike i kanë hek kontinjerat që ajo sot duket ashtu në komunën e Çajirit. Mendoj që ajo është duke bërë ekocid ndaj popullatës sonë dhe fundi ku do dalë nuk e dim. Temperaturat tash do të rriten dhe unë frikohem që do të ketë një epidemi në të ardhmen. Zoti Ganiu, Arsovska thotë se në komunën e Çajirit janë diku 150 për objekte pa leje dhe se ka dorëzuar pa dinë në prokurori për këto pretendime. Ju ka ftuar prokuroria të deklaroni? Nuk më ka ftuar, unë jam i gatshëm çdo sen që fton prokuroria të jem atje edhe të përgjigjem. Unë e kam deklaruar edhe para zonjës Arsovska në deklarata kur kemi pasur që mund të ketë do të thotë objekte pa leje, por ju jeni dëshmitar do të thotë që ligji disa herë po shty dhe ka dhënë zbrastira do thotë që njerëzit në atë formë të kenë mundësi dalin edhe prej korniza. Ajo thirret në vitin 2011, thotë prej vitit 2011 e këndej. Prej vitit 2011 e këndej, vetëm ish ministri i qeverisë së kaluar, ku sot zonja Arsovska po bashkëpunon mirë, do thotë me zotrin Bexhetin, ministri i transportit dhe lidhjeve, ka ardhur e ka raportuar do thotë që ka 130.000 pas vitit 2011 ka 130.000 nivel të Republikës objekte do thotë pa leje. Unë ju garantoj vetëm një, komuna Çajirit nuk ka bë asgjë, as më shumë as më pak që kanë bërë gjitha komunat tjera do thotë në Maqorni. Pse e them këtë? Për shkak se komuna e Çajirit sa i përket do të thonë objekteve pa leje në nivel të qytetit Shkupit prej 10 komunave është e 6-ta e renditura. Ato janë statistika oficiale, kurse nivel të Maqornisë prej 80 komunave ne jemi ka mesi. Kështu që gjithë ky invazion që drejtohet vetëm për Çajirin, ajo tregon që ajo ka filluar kampanjën e BDI-s. Do thotë ta bën Çajir dhe këto burrat e mëdhenj të BDI-s do thotë kanë zgjedhur një grua që ta qesin atje, e cila ajo s'ka dhe çka humb më, për shkak se ajo ka deklaruar që as nuk kandidohet më. Edhe zonja Arsovska pretendon që ajo na ka ulëmtuar, do thotë se kaq janë objekte, por edhe ne nuk rrim, edhe jemi duke mbledh fakte, do të shihemi në gjyq, ne kemi edhe shumë fakte ku zonja Arsovska do thotë për shkak se për llogaria finale e atyne objekteve bëhen nga qyteti i Shkupit, ajo i ka përllogarit shumë objekte, do me thonë këtij lloji që kjo thotë që nuk i ka bërë asnjë, dhe pastaj kanë vazhduar në procedurë sipër për legalizim. Kështu që ajo nuk është e pastër as pak në këtë, po ajo ka bërë seleksionim. Dhe aty ku ka interes ajo, zotri Bexheti dhe një person tjetër që do të thotë është një komunës tjetër, do thotë aty kanë leju, do thotë edhe këto shumë qartë mund të shihen dhe të dokumentohen në të ardhmen. Për objektet për të cilat pretendon Arsovska se janë pa leje, a jeni në dieni për cilat objekte bëhet fjalë dhe a janë pa leje që pretendon Arsovska? Jemi në dieni, por edhe një fakt duhet të tregoj, do thotë për shkak se neve inspektorin që e kemi pasur të autorizuar vitin 2023 ish qeveria, do me thonë ja merr licencën, që ja merr të drejtat, gjen një mangësi, ja merr të drejtat që dale edhe të bjen akt vendime drejt për ndërprerjen e punimeve. Kjo është bërë me strategji po shifët, për shkak se ne ndërkohë kemi kërkuar bashkëpunim me komuna tjera siç është Buteli, Shutka e komuna tjera, por nuk kanë pasur, domethënë inspektorat, cilën kemi mujt ta uazojmë edhe të bëjmë vendime, kështu që në teren nuk ka dalë ish do të drejtori
me inspektoratët e vet, ish drejtori për do thotë ndërtime që ka qenë inspektoratit për ndërtime nivel shtetëror, zotëri Fatmiri, për shkak se kjo është këtë skem që ato e kanë bërë, do thotë edhe janë të lidhur me ato persona. Dhe çka ka ndodhur që ne kemi punësuar një vajzë, mirë po ajo pa e bë do thotë një vjet edhe pa i përcjell gjithë ato seminarët për licencim, nuk ka drejta do thotë ta emrojmë si inspektor të autorizuar që ka drejta të t'i bën vendimet. Dhe këtë vakum që ata na i kanë bë, që ata na i kanë sjell, domethënë sot mundon ta eksploatojnë sikur domethënë krimi imi. Unë edhe po të kisha dashur, unë nuk muj asnjë vendim për ta sjell. Ai inspektorat me në krye zotëri Fatmirin i mësonte domethënë njerëzit që ky nuk ka drejta me të pru vendime ty për me ta ndal punën. Edhe ligjërisht nuk kanë drejta. Kështu që kjo ka qenë ai vakumi, por ish qeveria këtë ka bë. Jo ne, që ne nuk kemi pasur pastaj inspektor të autorizuar. Kur janë ndërtuar këto objekte? Para apo pas vitit 2019, që është pretendon Arsovska? Nuk them që në komunën e Çajirit nuk ka domethënë edhe objekte pas vitit 2019, por këtë nuk mund ta mohoje as zonja Arsovska që edhe në gjitha 9 komuna tjera ka herë 3 më shumë se në Çajir. Çfarë do të ndodh me këto objekte zoti Kania? Do të rënojnë? Këto objekte, domethënë si e sheh procedura dhe ligji, ne ashtu do të veprojmë. Por nuk jemi në territori i ndarë që vetëm Çajir të veprohet. Ma thonë që ose bie ligji do të vleje për gjithë qytetin e Shkupit, do të vlen edhe për gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Edhe një herë ju them, do thotë Çajiri, kur është bën ndarja e re territoriale në 2005, afro 80% të objekteve kanë qenë pa leje. Atë nuk ka qenë kryetar shqiptar, po Çajiri është ndarë në komunën Qendër dhe Çajir një pjesë, po më tepër i ka takuar komunës Qendër, a komuna Qendër ka qenë komuna më e zhvilluar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe ajo nuk ka investuar asgjë atje, por atë janë ato lagje të egra, në atë kohë që dishin t'i quajnë, dhe ne jemi të përmisu histori dhe me thonë 100 vjeçare, për shkak se 13.000 legalizime kemi pasur. Thotë edhe në ato 13.000 mund që ka pas dikun për çështje pronësore, konteste ka pas, pa aty ku ka pas konteste, aty ku ashtu ne kemi prish, domethënë aty kemi lënë që gjyqi të vendos, si ka vendos gjyqi ne ashtu kemi vepruar. Por sot do thot ti ta akuzosh Çajirin, ta lish me ashtu lagje, domethënë si Tijoni, si Serova, si Gazibaba, pa asnjë flet pronësie të qytetarëve. 9 shkolla fillore prej 9, 7 kanë qenë pa dokumente. Shkollat fillore që i ka ndërtu shteti, pa asnjë dokument. Ne kemi legalizuar ato. Të janë fakte sot që i sjellin. Domethënë tregon se si e kanë lënë atë pjesë. Thotë ashtu në mëshirën e Zotit, ju e dini që kanalizimet u i sjell sot me vetë kontribut i kanë gënuar shqiptarët. Kurkush ne kemi qenë të diskriminuar. Dhe sot do thotë ligji nuk është sjell për komunën e Çajirit. Është sjell për ato 500.000 objekte që kanë qenë pa leje në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ne kemi shfrytzuar atë drejt që ka qenë e drejtë për gjithë qytetarët. Mirë po, e dini, edhe mediumat, domethënë që janë as pak korrekte maqedone, disa edhe që janë investigative, kur bëjnë intervista me mua i prejnë këto fakte, kur i tregoj unë. Do thotë i prejnë, i qesin vetëm atë pjesa që është më e zymt. Am vjen keq që ato mediume thithin mjete edhe nga institucione tjera ndërkombëtare. Por nuk e tregojnë realitetin. Dhe kjo na bën që të jemi edhe më të fortë për t'i treguar dëshmit. Unë edhe një herë thash, çdo send që duhet në aspektin juridik përgjigjem, unë jam i gatshëm. Florian, pse mendoni se pikërisht tani zonja Arsovska ka filluar këtë betejë, kur e dim se jemi vetëm disa muaj para zgjedhjeve lokale? Po, mendimi im është se ajo është ka 3 vite e gjysë që është kryetare e Shkupit dhe është interesante se brenda këtyre 3 vite e gjysë ajo është zgjuar vetëm 3 herë. Edhe të 3 këto herët kanë qenë para zgjedhjeve, qoftë parlamentare, qoftë lokale. Dhe problemi i saj është se ajo llogaritet si një kryetare e dështuar,
bile disa statistika thonë se mendoni se zonja Arsovska mundohet ta mbulojë dështimin e saj duke sulmuar një kryetar shqiptar? Po, ajo thuhet se historikisht domethënë është kryetarja më e dështuar në historinë e Shkupit dhe kështu Shkupi ka shumë probleme me siguri të natyrave të ndryshme dhe në fakt ajo nuk ka realizuar asnjë projekt kështu madhor. Dhe në vend që të adresoj vëmendjen te problemet me Shkupin, ajo zgjedh një komunë, nga 10 komuna, domethënë sa janë brenda qytetit Shkupit, zgjedh një komunë që ta sulmoj për të spostuar vëmendjen dikun tjetër. Domethënë ajo ka një hall të madh. Ajo tani kur duhet të jep llogari për punën e saj 4 vjeçare, ajo pasi është e dështuar i nevojitet që të krijojë një armik dhe pastaj ta sulmoj ato me qëllim që të spostohet vëmendja diku tjetër në vend që vëmendja të jetë llogaridhënia e saj dhe fatkeqësisht do ta lidhim prapë me çështjet etnike për shkak se nga 10 komuna ajo ka zgjedhur të sulmojë nga 2 komuna njërin që është me shumicë shqiptare dhe këto e bën me qëllim për shkak se ajo e din se këto temat e nxehta etnike gjithmonë e marrin vëmendjen në opinion, kështu ajo i zen ato titujt domethënë në për gazeta dhe në për mediume për shkak se e din se këto konfliktet etnike gjithmonë e rrisin vëmendjen dhe qëllimi kryesor i saj është që ta spostoj vëmendjen dikun tjetër, mirë po fatkeqësisht po krijon një tension etnik, përpiqet mendoj të krijoj edhe një krizë artificiale që dikujt tjetër partive tjera domethënë që janë në opozitë do t'ju kishte konvenuar ai tension etnik përpara zgjedhjeve, mirë po mendoj se kjo nuk do t'i kaloj te populli për shkak se qytetarët nuk janë më naif, ato janë shumë mirë të informuar dhe e dinë se këto lojra të karakterit etnik më nuk kalojnë lehtë. Unë kisha dashur nëse më lejoni këtu se më motivoj kjo analiza e profit, do të thotë është e vërtetë që edhe në zgjedhjet parlamentare ajo tentoi të formojë një parti. Edhe formoi, mendoj nuk e formoi, po e mori të gatshme, edhe pse paralajmëroi në fillim që do të formoj parti të re, po më duket se do thotë nuk i dolën ashtu numrat dhe nuk kishte guxim të hynë atë aventurë për shkak se do të dështonte edhe formimi i partisë, por e mor të gatshme, forma se si vetëm ajo e din se si e ka marrë një parti që pothuajse më ishte jashtë gjitha aktiviteteve, partia e re që është ose nova alternativa, domethënë alternativa e re, dhe një sparja ajo partia nuk ishte e re, domethënë ishte e vjetër që e mor ajo të udhëheqë dhe u bë kryetare, por edhe qytetarët nuk e pan si alternativë ajo tjetë në skenën politike dhe e mori do të thotë përgjigjen nga qytetarët në nivel gjithë Republikës, por kryesisht edhe nga qytetarët e Shkupit, cilët ata e zgjedhën do thotë që ajo të bëhet kryetare duke menduar që do të jetë e suksesshme dhe mirë ta menaxhon, po u bindën që do thotë ajo është më e dështuara në historinë e Shkupit për kur ekziston, kështu që vetëm 1000 vota mori domethënë nivel Shkupit dhe ja tregon për si të them respektin që ajo e ka në popullat. Zoti Ganiu, a duhet të friksohet nga ju, zonja Arsovska, sepse ka thënë se e keni kërcënuar? Jo, nga unë as pak s'do të kërcënohet. Unë vazhdimisht vetëm kam bërë thirrje që ne të kemi koordinim, që ne të takohemi. Unë kam edhe SMS-a, pas asaj që ajo mua më ka përqesh, do thotë i kam të dokumentuara, ku e ka hap telefonin vetëm ka lëshu fjalë ofendime atë këtë dhe ka mbyll telefonin, do thotë por unë asnjëherë nuk jam marrë, mu ka dok nivel i ulët ajo të merrem. Unë nuk merrem me gra. Ju ka dërguar mesazhe drejt për drejt ju? Po, ato i kam domethënë të dokumentuar. Për çfarë mesazhe bëhet fare? Po ju e dini që do thotë unë nuk do të hin kësi asi, po nëse ka nevojë edhe do hin të armë. Unë do thotë kur mbajtëm 9 kryetar të komunave një pres konferencë të komuna Kisillavodës që thash nuk kemi komunikim, e ftoj të kemi komunikim atë këtë, edhe ajo në atë stilin e vetë si e ka. Do me thonë sot shumë kishe qa atë këtë, se unë i kërkova kryetarët lutna, dojmë komunikim, nuk dojmë të ulimit bashkë të organizomit, ku kemi nevojë të ndihmojmë edhe ne nëse ka, edhe për me një moment do me thonë e mbylli
edhe telefonin faktikisht prapë më bllokoi. Kështu që ajo nuk ka komunikim as me mua as me asnjërin, edhe ajo tregon për karakterin e vet. Mirë po, nga ana tjetër, pa marrë parasysh a jemi oponent, ajo ne prapë duhet me majtë një nivel. Dhe unë në asnjë mënyrë nuk e kërcënoj. Ju e shihni se si vjen në çajir, shëtit, kërkush asgjë nuk i bën, le ta bën punën e vet. Unë timën s'kam nevojë, domethënë këtë mund çdo kush i ta vërteton që me as i punë Visarganiu asnjëherë në jetë nuk është marrë, dhe unë jam një njeri që shpesh ju them njerëzve bie dhe çohen po sherr s'diti po jaskuj, edhe kështu që sidomos zonja Arsovska më vjen keq që është në këtë gjendje, dhe në këtë gjendje shfaqet se popullata flet në forma të ndryshme, mu vjen keq për gjendjen e asaj, domethënë edhe emocionale, edhe në tjetër aspekt ajo e din si është, por unë prapë i them që ne jemi të gatshëm të poshpunojmë edhe pas kësaj, për shkak se ne mendojmë që qytetarët paguajnë faktura në fund dhe ne duhet të jemi servisi tyre dhe duhet të organizohemi bashk që t'ju dalim domethënë në shërbim. Florian, Arsovska herë sfidon zoti Ganiu duke i thënë eja nëse je burr, herë del thot se është kërcënuar nga zoti Ganiu. I keni ndjekur këto reagime dhe si ju duket? Mua më duken kështu, jo mua po edhe të tjerëve me siguri janë kështu deklarime kontradiktore, por janë edhe paradoksale. Se në fillim njëherë ajo thot se është ajo e cila i sfidon të tjerët, pastaj thot se ajo është e kërcënuar, që është paradoks në këtë rast, dhe kjo tregon për atë se veprimet e asaj nuk janë veprime institucionale, por janë veprime emocionale. Dhe ajo mendoj se përpiqet që të luaj rolin e viktimës, në këtë rast të luaj rolin e një gruaje e cila i sfidon burrat dhe është e fuqishme për ta bërë atë punë, dhe në këtë mënyrë ajo përpiqet që të arrijë një farë simpatie te popullata maqedonase, të cilat e shohim në rrjetet sociale sikur e përkrahin, për shkak se ashtu është mentaliteti që zakonisht përkrahet viktima, sepse ai luan rolin e viktimës, përpiqet ta luajë, megjithëse ajo nuk është në këtë rast, siç e thamë një herë, është ajo e cila sfidon pastaj luan rolin e viktimës, dhe mendoj se është përpiqet që të krijojë një narrativ të rreshme, se është një grua e fortë dhe është një grua e ndershme, dhe përpiqet të krijojë një narrativ kinse ajo është e akuzuar padrejtësisht se për dështimet, domethënë Shkup, se ai ka dështuar këtu në qytetin e Shkupit, dhe ajo tani e krijon atë narrativën kinse ju mua padrejtësisht më akuzoni se nuk kam punuar, ndërsa fakti është se ajo nuk është marrë as pak me problemet siç janë për shembull mbeturinat, e mbamen transporti publik, ato autobusat kur vonoheshin. Pastaj tek e fundit asnjë projekt madhor nuk është realizuar gjatë mandatit të saj, dhe ajo thjesht përpiqet të luajë rolin e viktimës dhe i krijon këto narrativat e saj. Zoti Ganiu, do ndalim edhe një herë te ju. Domethënë, ditë më parë ju hodhët disa mbeturina para qytetit të Shkupit, për të cilat thatë se nuk ngrumbullohen nga ndërmarrja komunale me porosi të zonjës Arsovska. Ndërsa zonja Arsovska tha se komuna e Çajirit ka një borxh diku 7 milion euro qytetit të Shkupit. Është i vërtetë ky borxh? Jo, nuk është e vërtetë as pak, edhe për këtë duket këtë pa di. Unë prapë ftoj atë, nëse ne me të vërtetë kemi, unë ja si flas me fakte, them 18 milion euro dhe i ri mbrapa asaj. Domethënë nivel të gjitha taksa i ka grumbulluar. Unë nuk i imagjinoj diçka, e flas të vërtetën. I bëj me faktura, me kredit, domethënë ku ajo i ka absorbuar 18 milion euro, domethënë flas për 5 vitet e fundit të qytetit Shkupit. Domethënë një mund ta llogarisim se s'është, mirë po unë i adresom qytetit Shkupit, për shkak se 5 vitet e fundit nuk kanë një projekt vetëm të bën. E ka filluar një projekt tek Megaparku dhe sot ditë nuk ka mbaruar dhe nuk është bërë lëshimi teknik. Domethënë ende plus është gjatë punës është ndruar disa herë, domethënë ai projekti i cili ne kemi hartu i përbashkët me qenë sipas projektit punohet. Ata punojnë si dojnë ata. Mirë po,
Edhe atë kanë ndalu, domethënë më nuk punohet atje. Një projekt ka qenë që diku në vlera afër 200.000 euro ka qenë, atë ka fillu edhe atë ka ndalë, domethënë. Sot atë ditë nuk kemi park mega që e ka paralemruar, ka paralemruar 2-3 park që mega në komunë dhe asnjë investim tjetër. Kurse nga ana tjetër tash kur dalim na dhe i japim argumentet, i japim se çka ndodh me gjën komunale, i japim atë që na ndalin neve të punojmë, t'i japim plus shtesë, vetëm ta bëjmë më të pastër çajirin, atëherë ajo del thotë që do të thonë ne kemi 7 milion euro. Nëse ne kemi publikisht e thras, do të thonë një borxh ndaj higjienës komunale, ne të na padite, ne t'i çojë për mbarues dhe të shihemi në gjyq. Pse këtë nuk e bën? A dha efekt hedhja e mbeturinave para qytetit të Shkupit? A ka filluar tani ndërmarrja komunale të mbledhur? Jo, as pak ndërmarrja komunale e kam thënë edhe atë ditë në preskonferencë dhe prapë thonë. Më parë edhe te shporta nuk i mirshin. Tash te shporta i marrin, por jashta, edhe pse kanë detyrim ata të pastrojnë, se për shkak se këtë mjetet atje shkojnë, domethënë për higjienën komunale, nuk i marrin. Domethënë kjo çka ndodh? Kjo ndodh ai refuzi që bëhet, ato kesët, ato mbeturinat, domethënë që janë, ajo është si mungesë e shportave. Do thotë, ne kemi mbi 110 pika në komunën e Çajirit ku grumbullohet mbeturina, do thotë, a diçka do të thonë të mungojnë 210 kontinjera më pak. Ne kemi pas nevojë ende për ta shtuar që duket Çajiri edhe më pastër dhe më bukur. Ne kemi pasur projekte të përbashkëta për do të thotë grumbullimin e pikave tjetë në tokë, të investohet në drejtim, kemi qenë gatshëm si komunë, ne të participojmë, mirë po mos koordinimi, mos bashkëpunimi, dhe me thonë kemi mbetur në ajrë, mirë po ajo e bën këtë me qëllim që as i pasqyre, dhe me thonë ti jepët komunës së Çajirit. Dhe një gjë të tillë për fat keq po e bën edhe në Çarshi. Thotë edhe njerëzit nuk po guxojnë as para kamerave dalin, për shkak se kanë restorane, kanë ato, minjer po i shkon me inspektorat, te karikat, te tavolinat, te tendat, se i kanë në ingerenca qytetit të Shkupit edhe njerëzit po i dhunon ashtu. Kështu që ata po kërkojnë të unë ndihmë, por nuk guxojnë me dal para kamerave për shkak se kanë me një personalitet që është i çuditshëm punë. Florian, a ka rrezik për destabilizim para zgjedhjeve lokale, sepse edhe kryeministri Mickovski tha se ju beson këtyre akuzë? Tani vitin e kaluar pas zgjedhjeve parlamentare dhe pasi u formua qeveria e re, këto partitë të cilët mbeten në opozitë, sikur edhe sot e kësaj dite nuk mund ta kapërdinë aq lehtë, me thënë faktin se janë në opozitë dhe mund të themi se ka pasur tendenca, kishte dy herë në të kaluarën, mirë po nuk kishin sukses. Një herë filluai opozita shqiptare të deklaroj se do dalin në për protesta, mirë po ajo e pam se nuk u realizua, pastaj se është duke kontestuar legitimitetin e Vlenit se do të vi amerikani Paul Williams, një profesor, se do të vijë këtu në Maqedoni të bëjë një marrëveshje të legitimitetit etnik, sepse nëse nuk ndodh ajo do të ketë destabilizim, por as destabilizim nuk pati, por asaj profesori nuk erdhi këtu në Maqedoni që ta shpalosat marrëveshjen e re. Dhe tani edhe tek ai rasti i kësaj Arsovskës, do me thonë, nëse shohim se ajo ka përkajën edhe të Lëvicës, e cila është një parti nacionaliste, e cila zakonisht është e njohur për qëndrimet e saj antishqiptare dhe Apasjevi tash e përkrahen, do me thonë Arsovskën, dhe këtu ka një rrezik për shkak se mendoj se krijohet një aleancë që është shumë e rrezikshme dhe një bashkëpunim i heshtur, edhe krejt ky bashkëpunim do me thonë sikur përkon edhe me interesat e BDI-s, e cila është interesuar të ketë ndonjë krizë kështu artificiale në komunën e Çajirit, që ajo pastaj më lehtë do me thonë të garojnë në zgjedhje. Mirë po unë mendoj se këto tendencat e tyre nuk do të kenë sukses, për shkak se qytetarët tani shumë mirë e dinë se kush me kë bashkëpunon dhe pse bashkëpunon, dhe me siguri se nuk do të kenë sukses nga veç shkaku se edhe qytetarët janë mirë të informuar dhe këto tendenca edhe në të kaluarën nuk kanë patur sukses. Që më falë këtu, kisha dashur të ndërlidhem, qytetarët vetëm e kanë ditë prof që një bashkëpunim i tillë Apasjev, Bexheti dhe Daniela ekziston, por u demasku edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Vetëm shifeni kontestat e Apasjevit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, nivel qendror që i lëshojnë,
me pikë dhe presë janë të njëjta, po edhe në njëjtën kohë. Domethënë kur i postojnë, domethënë në njëjtën kohë i postojnë. Kjo tregon se ai bashkëpunimi apo koalicioni i tyre i heshtur është shumë funksional. Zoti Ganiu, edhe ju keni thënë se zonja Arsovska, domethënë ka tendenca për destabilizim. A ka forcë vetme ajo të bëjë një gjë të tillë? Ajo nuk është vetë, po këtu janë të punu, mendoj sipas gjitha informatave, du organet e rendit dhe me siguri se në tarmën do të dalin me informacione. Nuk do unë këtu të merrem me atë pjesë, edhe pse ka incizime, ka video, ka grupe cilat ajo i ka sjell, po Për çfarë grupe? Organet e rendit me ta tregojnë tarmën. Për fund, kur pritet të bëjtë e ditur nëse do të garoni për mandatin e tretë në Çajër, sepse u tha se vleni këtë javë pritet të shpalos kandidaturën? Në atë moment që do të thotë vleni vendos, me siguri se do të jeni të informuar. Unë edhe njerë kam shpreh dëshirën që të kandidohem, arsyet janë për shkak se kam shumë projekte dhe kur kam menduar që mandati i dytë duhet të jetë zeniti, për mua, domethënë 3 vite kam qenë i bllokuar. Me ardhjen e kësaj qeverie, do thotë që tash funksionon në Republikën e Maqedonisë së Veriut, do thotë ne ato projekte të cilët i kemi të gatshëm do t'i bëjmë edhe realitet për qytetarët tanë, janë projekte me të vërtetë që janë shumë të rëndësishme për qytetarët tanë dhe unë jam i bindur që do t'i realizojmë dhe shumë nga ata projekte vetëm më kanë filluar dhe pjesa tjetër me thirrjen e dytë është inkorporuar atje edhe shumë shpejt mendoj pasi që evaluimet nëpër ministritë resore kanë kaluar, mendoj që duhet të kemi vetëm vendim të qeverisjes, të shpallës në gazetën zyrtare dhe të fillojmë domethënë të bëjmë procedurat për furnizime publike dhe pastaj si bëhet puna ashtu do thotë nga specifikacionet do i tërheqim edhe mjetet nga qeveria. Florian, a do të ketë impakt negativ fuqata e Arsovskës kundër zotit Ganiut? Po, unë mendoj se qëllimi i saj është ajo, se ajo tani kur përpiqet të sulmojë zotrin Ganiu, më shumë ajo sikur e bën edhe nga paniku politik, si ta quajmë, tendenca e saj është që për shembull se dihet se këtu do të jetë një ganë në mes BDI-s dhe Vlenit, edhe mendoj se ajo duke u përpjekur që të krijojë një retorik kështu nacionaliste, sepse e sulmon vetëm komunën e Shairit, që është komunë shqiptare. Edhe ajo ndoshta përpiqet që të mobilizojë votuesit maqedonas që në rrethin e dytë të votojnë kundër zotrit Ganiu. Ato ndoshta janë qëllimet e saj. Mirë po, unë nuk mendoj se do të ketë sukses nga shkaku se zotri Ganiu, domethënë në këto mandatet e kaluara ka arritur që të krijojë një mbështetje, domethënë elektorale dhe këto tendencat etnik në baza etnike që bëhen vetëm se këtë mbështetjen që e ka të elektorati mund ta mobilizoj vetëm edhe më tepër, edhe besoj se efekti negativ do të jetë për vetë Arsovskan, edhe për përkrasit e saj, jo për zotrin Ganiu. Zoti Ganiu, Florian, faleminderit. Faleminderit. Ishte kënaqësi, faleminderit.